Shkolla profesionale e teknologjike Shkodër ka festuar 55 vjetorin e themelimit të saj. Hoteleri, turizëm, ekonomi, biznes dhe tekstil konfeksione janë degët kryesore të specialistëve pranë kësaj shkollave. Drejtoresha e saj, Merita Zeneli, thekson se 55 vitet e shkollës përfaqësojnë një kontribut të rëndësishëm në Shkodër për përgatitjen e specialistëve të mesëm në fushat përkatëse. Sot roli i kësaj shkollës është përshtatet me tregu dhe nxënësit që marrin arsimin profesional të punësohet. Pra të marrin një formim të mirë profesional dhe të punojnë aty ku është formuar nga ana profesionale. Sot jemi për turizëm, po brez pas brezit, na kena pas që profesionet kanë qenë të ndryshme dhe gjithmonë ka pas përgatitje të mirë. Ashtu më tepër që sot po i vëhet rëndësi edhe formateve që kërkon tregu dhe tregu sot po kërkon hoteleri turizëm dhe pa diskutim që formimi i tyre është shumë i mirë. Afërdita Kopliku është mësuesja veterane e kësaj shkolle, me mbi 40 vite përvojë në auditoret e saj, ndaj dhe ka përgatitur edhe historikun e shkollës, i cili është botuar ditët e fundit. Ajo thekson se kjo shkollë nisi aktivitetin e saj 55 vite më parë me 140 nxënës, ndërsa sot numëron 625. Shkolla Hamdi Bushati, nëse edhe për të tjerë të cilët nuk kanë punuar në shkollë, ka spikat dhe vazhdon uroj të spikasin për shumë gjatë, për një kolektiv të jashtëzakonshëm dhe për një dashuri dhe mirë kuptim ndërmjet gjithë anëtarëve të kolektive. Në vitin e parë të shkollës, ajo ka pas 114 nxënës dhe sot ajo ka 625 nxënës. Ky është ndryshimi që ka pasur shkolla e mesme profesionale Hamdi Bushati sot. Në ceremoninë festive ishin të ftuar ish mësues të kësaj shkolle ndër vite, ish nxënës që janë shquar me arritjet e tyre, biznesmen që kanë bashkëpunim me shkollën, drejtues të zyrës vendore të arsimit dhe të tjerë. Aktiviteti u shoqërua edhe me pjesë artistike të interpretuara nga mësuese nxënës të kësaj shkolle. Shkolla mesme teknologjike Hamdi Bushati ka diplomuar mbi 2500 specialistë të arsimit të mesëm profesional.